Pejgamberi alayhis salam po ashtu ka treguar se do të luftohen të huajt. Në hadithe tjera është përmendur se do të luftohen të huajt. Nuk e ka specifikuar si turq. Disa dietar edhe këto hadithe i kanë shtirë pra në luftimin e turqve. Kanë thonë se njëti kuptim është vetë se në këto hadithe nuk i ka përmendur si popull, si nacionalitet apo si një racë e njerëzve, po i ka përmendur si të huaj, domethënë. Mirë, po disa dietar tjerë thonë se kjo është edhe më precize prej pejgamberit alayhis salam, sepse më të vërtetë do të luftohen turqit, po në mesin e tyre ka pas edhe luftar tjerë të huaj. Nuk ka qenë shart për shembull në ushtrinë e Xhingis Khanit, edhe pse shumica kanë qenë mongol ose parafërsisht vëllezërit e turqërve që e kanë prejardhjen e ngjajshme. Flas për turqit original, aziatik. Po ka pas në ushtrinë e Xhingis Khanit, pra ka pas edhe tjerë mercenar të paguajtur, ka pas edhe njerëz të shitur. Shiat për shembull i kanë ndihmuar Xhingis Khanit. Kur e përmend Ibn Taymija thot ra Bagdati, ra Iraku dhe shiat ishin ndihmëtarët kryesorë të tyre. Thot Ibn Taymija rahimahullah në atë kohë, domethënë para 700 vjetëve ka thonë, dhe nëse bie Bagdati edhe një herë, shiat përsëri do t'ju ndihmojnë armiqve të sunive. Subhanallah, edhe kjo ndodhi, siç e përmendi Ibn Taymija rahimahullah, përsëri shiat e ndihmuan okupatorin e Bagdadit. Kjo është sa i përket pranë pikat shkurtra që e ka përmend pejgamberi alayhis salam si luftim i të huajve.